Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahu azza wa jalla falënderojm, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe jemi në saje të përmendjes dhe sqarimit të momentit kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam takohet me Ebu Sufjanin dhe Ebu Sufjani pranon Islamin. Që është një moment historik që një burr shtetas sikur Ebu Sufjani, një njeri strateg i urtar, udhëheqës prijes, që të e pranon Islamin, e të dëshmon shahadetin, dhe gjithë kjo padyshim që në të ardhmen do të ketë ndikim pozitiv si pasojë dhe rrjedhojë e faktit se Mekelit pa përjashtim e kishin lider të vetin Ebu Sufjanin radiallahu anhu. Prej këtij momentit fillojnë mi thonë radiallahu anhu se e pranoi Islamin. Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Sufjanin dhe gjithë sahabët të tjerë. Abbasi radiallahu anhu, pasi që Ebu Sufjani e pranon Islamin, e ka në kërkesë të veçantë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me Ebu Sufjanin. I thot: "Ja Rasulullah, thot ti e din se Ebu Sufjani është një njeri i cili ka qef me u lëvdu, se gjithë jetën e vetë ka qenë udhëheqës dhe prijes i Mekës. Ka qenë një njeri që është llogarit i pari i Mekës. Dhe Abbasi radhiyallahu anhu ja thot këtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha është një njeri i cili e ka qef mu përmend. Me u përmend emri i tij. Pastaj tha Abbasi: "Ja Rasulullah, jepi tha ndonjë post. Jepi ndonjë post Ebu Sufjanit." Dhe këtu del në mejdan largpamësia e sahabëve radhiyallahu anhum që me ditë si cilit me adhon trajtën e vetë. Allahu çdo njerit i ka dhonë prirje të caktuar dhe i ka dhonë nam të caktuar. Nuk mundesh të parin e një populli me hunç në fund të derës. Edhe nuk mundesh dhe nuk është në rregull që të parin me poste me trajtu barabar me atë që nuk ka prirje të udhëheqës dhe të menaxhimit të shoqërisë dhe njerëzimit në përgjithësi. Dhe Abbasi radhiyallahu anhu ja bën këtë kërkesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe njëkohësisht edhe ja lehtëson. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Po tha Abbas, ashtu është." Dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men dakhala dara Abi Sufjan fa huwa amin." Tha kushdo prej Mekelive që hin në shtëpinë e Ebu Sufjanit, ajo është i sigurt. Nëse Mekelit, edhe pse ishin në hasmi me Medinelit, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që prej Mekelive strehohet hin në shtëpinë e Ebu Sufjanit, ajo është i sigurt, kërkush guxon me prekat. Dhe me ku përmend emri Ebu Sufjanit dhe mu veçu dhe mu dallu me një specifik që jo të gjithë e ka. Pastaj tha: "Wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin." Edhe kujdo që Ebu Sufjani jam shel derën e shtëpisë dhe thot këtë mos e prekni, ajo është i sigurt, ajo është i garantuar. Kur kush prej neve s'ka drejt atë me prek. Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin." Kushdo që hyn
dhe strehohet në Bejtullah në Qabe, edhe ajo është i sigurt. Pa më parasysh se çka ka bën, pa më parasysh se çfarë të kalume historike ka ai në jetën e vet, sa domin ja ka bëj Islamit dhe muslimanëve, nëse i bën këto do të hapa dhe gjeste, nëse Ebu Sufjani e merr në shtëpinë e vet, apo nëse Ebu Sufjani ja mbyll derën e shtëpisë së tij, apo ai hyn në Qabe, secili prej tyre është i garantuar dhe na muslimanët nuk kena me prek. Dhe kjo nuk kupton se ai cili shkon të shtëpia e Ebu Sufjanit është dorëzuar dhe ka thonë demek që unë jam më patësor. S'kam plane lufte dhe me luftu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e martë që i bike në muajin Ramazan, parafarsisht me 17 Ramazan, niset prej vendit Merr Dhahran në drejtim të Qabës. Niset ushtria islame, 10.000 ushtarë. Nisën në drejtim Qabës me çliru Qabën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot Abbasit, veç e da, thot shife, ku të mrim filan në vendin, të filan në gushtica, thot i kime dal i pari me Ebu Sufjanin aty, edhe krejt prijesit e kabileve me flamujt, kemi a njoftu Ebu Sufjanit, dhe kemi a bo me di kush janë ato, edhe gjithë ato në t'i shef Ebu Sufjanit. Dhe Abasi radhiyallahu anhu thot, e çova në vend urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e mora Ebu Sufjanin, dola para gjithëve, tajon ngushtica se ushtria e gjanë e madhe, kordoni, do të unë shkova të ngushtica se gjithë u dash kemu ngushtu aty me kalu. Dhe çdo fis për sa afër mi kish mi shansën me pa me flamurin e vet. Thot dhe na u ndalëm aty dhe gjithë me radhë që kalonin i shifmi një nga një. Dhe Ebu Sufjani i thot Abbasit radhiyallahu anhu, o Abbas, thot, kush janë këto? Thot Abbas radhiyallahu anhu i thash se këto janë fisi Sulejm ose Selim. E thot Ebu Sufjani e pyet Ibn Abbasin, thot unë s'kam kur gjo me fisin Sulejm. S'kam kur një farë konflikti me fisin Sulejm. Thot Abbas radhiyallahu anhu, kaloj pak kohë, kaloj dhe në afru neve prijesi i fisit të dytë me flamurin e vetë. Dhe pyte Abbasi, e kush janë këto? I tha Abbas radhiyallahu anhu, këto janë fisi Muzejne. Tha Ebu Sufjani, e çka ka mune me fisin Muzejne? Kuptimin e asaj që unë me këta s'kam kur një farë problemi dhe kur një farë konflikti. Dhe kështu Abbasi gjitha fiset një nga një ja prezanton Ebu Sufjanit dhe ja sqaron Ebu Sufjanit se kush janë ato. Po njëkohësisht Ebu Sufjani radhiyallahu anhu e kupton dhe e shef me dy sytë e vet se sa e madhe që është ushtria islame dhe sa të lidhun janë prijesit e kabileve dhe fiseve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që ishte një porosi dhe mesazh edhe diplomatik brenda kësaj ndodhie. Derisa thot Abbasi radhiyallahu anhu, na u afru një grup që ishin atë fort të përgatitur sa që nuk dukeshte në atë grup asgjë përpos se hekurit. E tha Ebu Sufjani, e kush janë këto? E tha, kush janë këto? Me këtë fjalë që thot Abasi radhiyallahu anhu tregon se ky ka qenë grupi i forcave speciale brenda brigadave të ndryshme. Kushtimisht tonë në gjuhën tonë më të thjeshtë. Ishin forcat speciale ushtrisë islame, që asgjë nuk dukeshte në ta përpos se hekurit. Përgatitja e tyre dhe mbrojtja e tyre
Dhe Ebu Sufjani, kur i pa ata, i ranë në sy dhe tha, o Abbas, këto kush janë? Tha Abbas radhiyallahu anhu, këto janë ensarët dhe muhaxhirët në krye me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin burat më të dallum e më të veçum që i qëndronin afër dhe krah Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sabit efendi, urdhë. Që i qëndronin afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit dhe burat më të dalluar të ushtrisë islame. Edhe e tha thënjën e tij historike, Ebu Sufjani radhiyallahu anhu, në këtë moment që ishte moment ku ishin çastet e fundit ku duhet të çlirohet Mekja. Ishin momentet e fundit ku do të vendoset kush do të sondon me gadishtin arabik në veçanti e në përgjithësi me lindjen e mesme. Aty determinoheshte se kush do të jetë lideri i këtyre zonave dhe prijesi dhe udhëheqësi i arabëve në përgjithësi. Dhe tha Ebu Sufjani thënën e tij historike kur e pa bindjen, gatishmërinë, lidhshmërinë e kësaj brigade me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i tha Abbasit radhiyallahu anhu, vallahi tha, jam duke e pa dhe jam bind, tha se nuk ka ushtri dhe forcë që mundet kësaj brigade mi dalë përpara. Kur e pa bindjen e tyre dhe lidhjen e tyre të fuqishme me liderin e tyre, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha kësaj brigade s'ka kush i del përpara. S'ka kush i del përpara. Dje e patëm na një mysh dhe shumë të madhe. Gjithë muslimanët dhe gjithë bota edhe jo musliman që t'jemi korekt. Madje bota jo islame në raport me Gazën ka qenë ma korekte se sa na muslimanët në përgjithësi. Shumë shtete evropiane kanë qenë ma korekt dhe ma solidar dhe ma human dhe kanë ngritë zërin ma lartë se sa na në raport me Gaza. Fatkeqësisht Allah neve na fal. Ne jemi mundu gjithë me atonën, por kur ta krahasojmë nivelin ton me nivelin e tyre, thot me të vërtetë e kemi obligim me përmend këtë moment se ata qëndruan me popullin e Gazës, edhe pse patën divergjenca edhe kombëtare, edhe nacionale, edhe fetare. Por çka ndodhi? Ajo nuk mundeshte të ndodhë nëse populli i Gazës nuk ishte një bindje të thellë e të fortë në fitoren e tyre. Dhe ato revolucionar dhe ai popull flijues i bindur në kauzën e vetë e të vendosën me mbrojt në derin e vetë dhe vatonin e vetë dhe gjakën e tyre, pas 2 vitesh që sidomos në fillimet e konfliktit luftuan me gjysmën e botës, pas 2 viteve një pjesë e madhe e botës i ra pishman se në fillim kishin qëndrime ndryshe ndaj atij popullit. Pas një insistimi të fuqishëm dhe bindjes së fortë dhe lidhjes së fortë të tyre me Allahun Azza wa Jall, në ditën e djeshme Allahu te bareke ve taala u dha dhurat një pushim që gjithë botën natyrisht e gëzoi dhe neve na gëzoi dhe që na themi elhamdulillah. Unë du mi u falendëru juve gjithve si xhamat dhe si vëllezër që jeni lutë së bashku me mu për Gazën gati se çdo xhumë. E Zoti ju shpërblet dhe njëkohësisht ju kërkoj falje nëse dikan e kam shqetësua apo e kam mërzit, kur kam përmend ndonjëherë edhe momente pak më të ndihshme për ndodhit që ka ndodhur atje. Ne jemi mundu vetëm dua me bë, por sinqerisht kam obligim që t'ju falenderoj edhe juve se padyshim se një rol të madh në gjithë këtë të mirë që ndodhi në Gaza e keni edhe ju. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoj, alhamdulillahi rabbil alamin.